Mjeku çudit botën. Personat që hanë mandarina çdo ditë duhet urgjent ta dëgjojnë këtë. Mandarinat janë një frut më i pëlqyer dhe më i kërkuar në treg gjatë stinës në vijim. Antioksidantët që gjenden te mandarinat ulin kolesterolin e keq dhe largojnë radikalet e lira nga organizmi. Shumë të pasura me fibra, mandarinat stimulojnë rënien nga pesha. Sipas informacioneve, nëse konsumohen mandarina rregullisht, tensioni juaj i gjakut do të jetë më i ekuilibruar. Vitamina C te ky frut plotësie lufton të ftohtin, gripin dhe forcon imunitetin. Vitamina C që gjendet te mandarinat ndihmojnë në përthithjen e niveleve të mira të hekurit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Konsumi mandarinave ose ushqimeve të tjera të pasur me vitaminë C, ndërsa keni ngrënë produkte me përmbajtje të larta të hekurit, rrit mjaft thithjen e këtij minerali nga organizmi juaj. Konsumi i mandarinave është një nga metodat më të mëdha natyrore për të mbrojtur zemrën nga dëmtimet dhe për të minimizuar sasinë e kolesterolit brenda gjakut tuaj. Mandarinat si agrume shmangin dëmtimin oksiduese brenda arterieve tuaja dhe riparojnë elasticitetin e enëve të gjakut. Të gjitha agrumet janë mirëbërëse gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Mandarinat janë një frut popullor i agrumeve, kjo për shkak të aromës së fortë dhe ëmbëlsisë së tyre. Ato kanë një reputacion të qenit të ëmbla, gjithashtu edhe një kombinim i ndjeshëm i recetave të shijshme. Si çdo agrume tjetër, ato kanë një bollëk të vitaminës C. Ato gjithashtu kanë një sasi të moderuar të vitaminës A. Me 100 gram mandarina ju do të siguroni afërsisht edhe 14% të marrjes rekomanduar ditore të vitaminës A. Falë vitaminës A dhe vitaminës C, mandarinat ndihmojnë trupin të luftojë inflamacionin pasi përmbajnë një sasi shumë të madhe të antioksidantëve. Ato ndihmojnë sistemin imunitar të gjejë edhe më pas të shkatërrojë organizma të dëmshëm dhe në këtë mënyrë të lejojë të mbroheni nga gripi. Vitamina C është gjithashtu një burim i antioksidantëve dhe i mirë për qarkullimin e gjakut dhe mbron në zemrën. Kaliumi i cili gjendet te mandarinat është gjithashtu i mirë për qarkullimin e gjakut sepse zgjeron enët e gjakut. Prandaj nuk do ta teproni me kaliumin, ndaj mjafton 2 ose 3 mandarina në ditë. Janë raportuar edhe përfitime shëndetësore që do të merrni nga konsumi i tyre në mënyrë të rregullt. Përfitimet që vijnë për konsumin e mandarinave janë të larmishme gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të lëkurës. Të kesh nivele të shëndetshme të vitaminës C në trup është shumë e rëndësishme për lëkurën e shëndetshme. Është treguar se vitamina C luan një rol jetik në mënyrën se si trupi prodhon kolagjenin. Kolagjeni është ai që e bën lëkurën të duket më rinore. Gjithashtu është treguar se vitamina C mund të parandalojë dhe trajtojë dëmtimet e lëkurës të shkaktuar nga ekspozimi në diell. Mandarinat janë të mira për shëndetin e syve. Një përfitim tjetër i mandarinës është përmbajtja e lartë e vitaminës C dhe mbështetja e saj për shëndetin e syve. Ka prova që vitamina C dhe antioksidantët e tjerë ushqyes ndihmojnë në mbajtjen e syve të shëndetshëm për më gjatë. Një studim 5 vjeçar i më shumë se 500.000 të rriturve zbuloi se konsumi të paktën gjysmë filxhani fruta të freskëta një herë në ditë mund të zvogëlojë riskun e problemeve kardiovaskulare. Pjesëmarrësit që hanin fruta çdo ditë kishin afërsisht 33% më pak gjasa të humbisnin jetën nga një atak në zemër ose goditje në trup. Mandarinat janë të mira edhe për personat që duan të humbasin në kilogram të tepërt. Mandarinat mund të ndihmojnë në humbjen e peshës duke rritur marrjen e përditshme të fibrave. Agrumet ku përfshihen edhe mandarinat sigurojnë fibra të patërshme, një lloj që nuk fermentohet në zorë si celuloza. Kjo lloj fibre rrit ndjesinë e ngopjes duke ngadalësuar kalimin e ushqimeve nëpërmjet traktit të tretjes. Kjo nga ana tjetër ndihmon në rikthimin e oreksit i cili nxit humbjen e peshës. Ulëntimet tregojnë se njerëzit që konsumojnë më shumë fibër krahasuar me ato që konsumojnë më pak fibër janë më të aftë të ruajnë peshën e tyre trupore dhe të parandalojnë edhe shtimin e kilogramëve të tepërt në mënyrë të parregullt. Mandarinat janë të pasura me fibra, vitamina dhe antioksidantë të dobishëm për shëndetin dhe linjat të cilat janë përfitimet që i sjellin organizmit.
Të shijshme edhe të sezonit, mandarinat në vjesht janë një recetë e vërtet për shëndetin dhe bukurinë. Ato janë një burim i shkëlqyer i vlefshëm që kryejnë veprime mbrojtëse për trupin, sjellin antioksidantë të fuqishëm që kundërshtojnë veprimin e radikaleve të lira dhe ndikojnë në mospllakjen e qelizave dhe për më tepër në mbrojtjen e organizmit. Një arsye tjetër për t'i përfshirë ato në dietën tuaj. Mandarinat si portokalli dhe varietetet e agrumeve sigurojnë pektin, një fibër të tretshme që lufton sulmet e papritura të urisë. Për më tepër, ajo kryen një veprim prebiotik. Pektina lehtëson zorët dhe promovon rritjen e bakterieve të mira të dobishme në mbrojtje në formë dhe të shëndetshme. Por tregoni kujdes vetëm me sasitë. Mandarinat sjellin 72 kalori për 100 gram dhe janë një frut shumë i sheqerosur. Ato sigurojnë sheqerna të thjeshta që asimilohen lehtë nga trupi. Ideale është për t'i konsumuar ato në mëngjes ose si një meze e lehtë midis një vakti dhe një tjetri, në mënyrë që të mos rrezikoheni të mbusheni gjithashtu edhe nga sheqerna dhe kaloritë të tepërta. Mandarinat janë një frut fantastik edhe për të rritur energjinë e trupit, sidomos në muajt e ftohtë. Ato sjellin gjithashtu minerale aleate në funksionin e duhur të sistemit nervor. Janë të pasura gjithashtu me nivele të duhura të magnezit dhe sigurojnë edhe nivele më të mira të vitaminës B6, B1, B3 dhe B9, të cilat janë të dobishme gjithashtu edhe në luftën kundër lodhjeve mendore dhe atyre fizike. Ndaj dhe konsumi i tyre mund të cilësohet si një nga produktet më të mira ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Përveç këtyre, ato sigurojnë nivele të mira të energjisë së trupit, citon Eltisaj. Mandarinat do ju bëjnë të dukeni më të rinj. Mandarinat kanë veti shumë të mira kundër plakjes, janë një burim shumë i mirë i antioksidantëve. Ato janë të pasura gjithashtu edhe me vitaminën C e dobishme për prodhimin e kolagjenit, gjithashtu proteinë e cila është e përbërë nga lëkura, kockat, tendinat, muskujt dhe thonjtë. Falë veprimeve të saj kundër plakjes, bllokojnë veprime të dëmshme të radikaleve të lira që kundërveprojnë me stresin oksidativ përgjegjës për plakjen e indeve. Do të keni më pak toksina në trupin tuaj me konsumin e rregullt të mandarinave. Mandarinat kanë veprime shumë të mira detoksifikuese. Ato sigurojnë nivele të mira të fibrave të dobishme për eliminimin e toksinave dhe substancave dhe mbeturinave, të cilat shkaktojnë shqetësime në organizmin tuaj. Do të vini re rezultate më të mira sportive me konsumin e mandarinave në mënyrë të rregullt. Ato sigurojnë gjithashtu sheqerna të mira që sigurojnë energji për trupin dhe shëndetin, duke siguruar kështu një larmishmëri të mirë për trupin dhe imunitetin. Duke konsumuar mandarina në mënyrë të rregullt, elementët ushqyes të tyre do t'japin rezultate në nxitjen e shëndetit dhe mbajtjen larg të komplikacioneve. Gjithashtu, mandarinat mund të jenë një zgjidhje fantastike për të konsumuar në dietën tuaj. Mandarinat janë një nga frutat më të dashur të dimrit, të ëmbla, të shijshme dhe plot me vlera ushqyese. Një mandarinë mesatare do të ofrojë 47 kalori dhe 12 gram karbohidrate, 2 gram sheqer dhe siguron 26% të dozës rekomanduar ditore të vitaminës C, që ndihmon në forcimin e imunitetit, gjithashtu edhe në shëndetin më të mirë të lëkurës. Të pasura me antioksidant, gjithashtu mandarinat përmbajnë element mbrojtës të trupit në betejën kundër stresit oksidativ, reduktojnë riskun e sëmundjeve të zemrës dhe përmirësojnë tretjen falë përmbajtjes së lartë të fibrave. Konsumi i rregullt i tyre mund të ndihmojë në parandalimin e gurëve në veshka, pasi agrumet rrisin gjithashtu nivelet e citratit të urinës. Megjithatë, ky frut nuk është i përshtatshëm për të gjithë. Personat me probleme të veshkave, refluks acidi, gjithashtu edhe tretje të ndjeshme dhe probleme dentare, duhet të jenë të kujdesshëm pasi acidet dhe kaliumi i lartë mund të shkaktojnë gjithashtu edhe shqetësime në shëndetin tuaj. Ndaj konsumi i këtij fruti në dietën tuaj mund të jetë një zgjidhje produktive në betejën kundër këtyre shqetësimeve dhe gjithashtu edhe në një nxitje më të mirë të organizmit tuaj. Mandarinat janë një frut fantastik në rritjen e vlerave të trupit. Zgjidhni gjithmonë të konsumoni mandarinat e freskëta dhe ato më ushqyese duke i konsumuar në mënyrë të rregullt, ndikimi i tyre pozitiv do të jetë më i larmishëm. Vëmendje:
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.